Fatkeqësia po afron. Uji do të zhduket. Profecia e tmerrshme e kësaj gruaje po bën namin e rjetit. Një grua e moshuar e quajtur Mati Isidore ka bërë një parashikim të zymt në vitin 2001 për kohët që do të vijnë. Mati Isidora nga manastiri i Sisojevacit në Paraqin shkroi një tekst dhe historia e saj është ende e rëndësishme më shumë se 2 dekada më vonë. Ajo shpjegon se asgjë nuk është e rëndësishme, por Zoti është i rëndësishëm. Gjithashtu Isidora parashikon një katastrofë që do të marrë jetët në tokë. Dielli nuk do të lindë, uji do të zhduket, nuk do të ketë më shi. A mund të kishte parë ajo një konflikt bërthamor? Ata do të vrasin këdo që nuk do të marrë vullën, tha Isidora në fjalën e saj. Mati Isidora njofton gjithashtu ardhjen e antikrishtit dhe policinë që do të arrestojë të gjithë ata që nuk kanë shenjën e tij.